Edhe në dasmën midis Gjestit dhe Eglit, sërish komentet në rrjetet sociale gjetën momente për ta ironizuar dhe për ta tallur, duke vendosur epitete si Gjino, Marigoja, për edhe filma të vjetër shqiptar, duke përqeshur ndoshta fizikun e Gjestit dhe duke u tallur me Eglin. Sërish nuk mund të hedhin balë dy personazheve më të bujshëm të këtij edicioni. Një dasëm fine, një dasëm ndoshta e bërë në sekondat e fundit për shkak të skandalit të shuplakës që hëngri Gjesti nga Jozi, padyshim që ishte një dasëm e bukur, një dasëm ku mbizotëroi le të themi harmonia e ish-banorëve që u futën. Për mos e shumtja ai që i dha alegri dhe që i dha ritëm dasëmës është padyshim Shkëlzeni, i cili është edhe një nga banorët që ka më shumë miqësi me Gjestin dhe me Eglin. Por në atë dasëm u pan dhe disa gjëra të tjera. Lori u pa në dasëm, edhe pse në dasmën e saj dhe të Jozit, Egli dhe Gjesti tentuan ta prishnin, pra ajo mbrëm dha mesazhin e bukur që dinjiteti është pjesë e saj dhe respektoi, por i dha edhe një mesazh Gjestit duke le të themi uruar për fitoren që do të ketë të shtunën. Një lloj disacimi, një lloj le të themi largesa apo një lloj distance që mbajti Lori në raport me Jozin, pasi nuk i kemi parë bashkë që pas daljes nga Bigu. E sigurisht që Lori ndoshta e përdori këtë për të rregulluar gabimet që bëri për hir të ndjenjave që kishte për Jozin. Nga ana tjetër, edhe Valbona që thoshte për Jozin shoku im e dua në finale, u pa mbrëm në dasëm, duke i thënë Kingit të bëj kujdes dhe të le të themi ta gëzoj fitoren e së shtunës, por i mbajti qëndrim të fortë. Laertit, ky fundit u degradua duke pirë alkool, duke bërë skena të pahishme të një burri i cili ka prezantuar sipas tij model fisnik në atë shtëpi. Ky që ka gjykuar Gjestin për të alkoolizuar, mbrëm u de edhe nuk i mbanin këmbët. U sorollaste në shtëpi duke dhënë dhe mesazhe as pak të hishme të një finalisti të pamerituar në këtë edicion të katërt. Por nga ana tjetër, Gjesti duket sikur është në një trampolin. Çfarë do lloj gjë që t'i bëhet, ai do të gjejë sigurisht edhe sekuenca apo edhe momente për të bërë atë që di të bëjë më mirë. Humor, gallata, meme edhe çdo gjë për ta dramatizuar të gjithë situatën që ndodhi prajmin e së shtunës. Ai sigurisht kishte ngucit e tija duke thënë që çfarë nusesh Egli që zgjohet kaq vonë, duhet të zgjohet më herët ose u kryq çdo sen, hoqi unazën. Këto janë gjeste që bëjnë atë të pëlqyer në publik pasi jep le të themi sekuenca por dhe momente tepër gazmore. Por nga ana tjetër, po dal nga shtëpia e Big Brotherit dhe po shkoi në realitetin ton këtu jashtë, në një realitet ku është bërë shumë gjykues për veprimin e Jozit. E veprimi i Jozit ka vajtur në disa media, është gjykuar dhe po është analizuar në Itali, në një media të rëndësishme në Zvicër, është bërë dhe kryelajm në Norvegji. Nuk është shumë e bukur të dëgjosh për tilla ngjarje, pasi po flitet për dhunë dhe ne kemi pak atë stigmën dhe kemi atë paragjykimin në ofkën si njerëz të dhunshëm, sidomos në Britani që na bëjnë persona të egër dhe të dhunshëm, dhe nuk është një gjë e mirë kjo që ky skandal që ndodh në Big Brother të komentohet dhe të jepet zë në mediat e huaja. Por sidoqoftë, nga ana tjetër, Jozi ka qëndruar në heshtje në rrjetet sociale për jo miqtë e tij. Ai është parë mbrëm në një odë burrash duke treguar, ndoshta edhe për të dhënë mesazhe që ai nuk është vetëm dhe ka forcë dhe ka shok që për këto kërcënime që po bëjnë në rrjetet sociale që për mua janë një çmenduri, pasi me dhunë nuk shkohet askundi, nuk tregohet burruria me dhunë dhe kjo gjë duhet kuptuar një herë mirë në këtë shoqërinë tonë që ende vijon të jetë në kaos, të jep mesazhe të gabuara dhe të përçojë le të themi antivlera në një vend ku ne vuajmë shumë dhe rinia është le të themi në ujërat e një tranzicioni që ende nuk ka gjetur paqe për të mbështetur le të themi meritat e gjithë secilit në vlera ku është toleranca për jo bullizimi dhe histori që kanë postuar shokët e Jozit janë për të treguar edhe një lloj krenaria apo një lloj grupacioni që ne jemi këtu, jemi midis streamave. Ai këndoi edhe këngë, pasi zërin e ka të bukur, këndoi edhe këngë, ndoshta edhe për të thumbuar duke përmendur faqe kuqe, pra ende është në atë krenarin edhe në atë ego në një burri që bëri një veprim dinjitos që e poshtëroi Gjestin duke e gjuajtur në tokë. Por për mua burr do të ishte nëse do të kishte një përballje reale me të dhe nuk mund të kesh le të themi këtë qasje tinzashi duke e goditur në pabesi.
Por nga ana tjetër, një foto po qarkullon në rrjetet sociale, një foto ku Jozi në bazë të asaj çfarë shihet i kërkon ndjes për humbin e kontrollit, nuk e di se sa reale është kjo fotoja, duhet ta marrim çdo gjë tani në rrjetet sociale me shumë, le të themi, me një lupë dhe jo çdo gjë që postohet duhet ta marrim si të mërqen, por sidoqoftë po bën xhiron e rrjeteve sociale dhe padyshim që do ta sillja dhe do ta komentoja. Pra janë dy gjëra që nuk shkojnë, një Joz që del me 30 djem të ri muskuloz për të treguar që ja ku jam nuk kam frikë, edhe një Joz tjetër në këtë le të themi screenshot që është bërë një bisede në WhatsApp ku ai thot kërkoj ndjes, vallahi humpa kontrollin. Janë gjëra që besoj që do të sqarojnë dhe i zoti punës, i shuplakës duhet i sqaroj që për mua duhet të kërkoj një ndjes ose të dy edhe Gjesi dhe ai në finale t'i japin dorë njëri tjetrit të kërkojnë ndjes për provokimet që edhe Gjesi i bën, që në disa momente i te kalon, jo të gjithë e kanë shollën e Gjesit që le të themi nuk ndikohet edhe pse është bërë lehtë nga ofendimet, nga paragjykimet, ai i fut një të lehtë edhe nuk është se mirakosen, por ka personalitete, ka dhe tipa të ndryshëm si Jozi që le të themi ka një lloj egoje dhe një lloj krenarie, burrërie që nuk e lejon të shkelet dhe le të themi qasin ose kundërpërgjigjen e shikon tek dhuna fizike që për mua nuk është vendin në asnjë formë, në asnjë rrugë dhe në asnjë mjet për të dhënë, le të themi, reagimin tënd ose për të shprehur pakënaqësinë apo për të reaguar sidoqoftë në një provokim që në Big Brother provokimet janë ato që e mbajnë lojën edhe le të themi e testojmë banorin se sa i duruar apo se si do t'i kapërcej apo do t'i analizoj apo do t'i përcjell këto situata. E duke mbyllur, do ta mbyll sërish me dasmën, të gjithë e komentuan, por Egli bëri atë që deshi, nuk se u bë dhe dasmën e bëri në Big Brother. Edhe në finale nuk e dim nëse i ka të gjitha në dorë të saj apo është një dorë mbrapa e produksionit për të gjithë situatën, por le të themi celebrimi i dasmës u pa që u bë nga Ledioni, hera parë që Ledioni futet në shtëpi për të kurorzuar, pasi në të tilla raste kemi parë që kanë bërë o banor ose në finalen e Bigut të Luizit e bëri Lalieri te Bashkia te Taraca, por dihet ku është. Ndaj dhe u fut Ledioni ndoshta edhe për t'i lënë një lloj suporti për treguar një lloj mbështetje, pasi ai është plak që Gjesi Hëngri ishte padyshim edhe për produksionin, pasi ishte produksioni ai që lejoi dhe e futi për herë të dytë Jozin, ishte produksioni ai që nëpërmjet opinionistëve dhe le të themi prezantuesit e tejkaloi normën le të themi e qasis me Jozin, pasi shumë herë kemi parë që edhe ky fundit është bullizuar, është tallur në mënyrë direkte nga të dy opinionistët, Neda dhe Arbëri, dhe nga Ledioni kur i tha që ti ke një shtrat të lartë, por je shumë me pak tru. Këto janë gjëra që grumbullohen në trurin e një njeriu dhe ai ka qenë një moment tensioni dhe ja futi me shuplak Gjestit. Këto ditë shtëpia është më e vakët pasi janë 4 banorë dhe nuk kanë se çfarë t'i japin atij formati dhe zhurma po bëhet më së shumti jashtë. Se çfarë do të ndodh? A do ta marrë Gjesti me të vërtetë çmimin e parë deri të shtunën? Mund të ndodhin shumë gjëra, por një gjë është e sigurt, ai është fenomen absolut. Kudo po flitet më në Europë ka shkuar skandali, mediat këtu po flasin me të, emisione po bëhen për të. Padyshim, ky Big Brother është vula e Besart Kelmendit.